Dhe po shohim që skuadra peane në parket po kthehet me peshën Dardan Berisha, Musab Malja, Johnson Edwards dhe Taj Green. Peja e cila pati gjatë pjesës së parë një sulm mirë të organizuar, e ndërtoi me durim, krijoi hapësinë për depërtime, gjë të cilën e bën Dardani, Arti Hajdari dhe Jordan Johnson. E në anën tjetër, në momentin kur topi deportonte hynte brenda, ishin Taj Green, Alan Herndon dhe Caesar Edwards, ata të cilët ja realizuan po ashtu. Janë edhe treshet të cilat i realizuan Malja, Green, Johnson, Flayton dhe Armsteadi. Ja, pra, çdo gjë e gatshme për të rinisur pjesa e dytë e kryendeshjes. Tashmë në 13 qershor ka filluar edhe dueli tjetër. Dardan Berisha me të parën atje. Dardani lanson projektilin e tij për 44 me 51, me njëherë në start bombardon basketbolisti më i mirë i gjitha kohëve. 7 pikë të Dardanit, 3 lojtar me 7 pikë. Edwards gabon në hapa. Johnson 7, Dardani 7, Malja 7, edhe Edwards 7. 4 lojtar tashmë nga 7 pikë. Gabuan atje Johnson dhe Edwards. Topi humbur i 6 për skuadrën e Go Plus Peës. Në anën tjetër është kjo treshja e 6 e peanëve. Nga 16 tentime, tenton të përgjigjet atje Otri, nuk arrin. Më i larti në kërcim Green, Dardani në kënd atje. Janë të rrezikshëm lojtarët e Peës, por nëse mbyllën atëherë depërton topi në brendi dhe e bën këtë për Edwardsin. Pika 9 e tij, tenton të përgjigjet me treshe dhe e bën këtë Burns. Apo, më falni, jo Burns, po. Në fakt, po, ishte DeAndre Burns, pardon. O, në anën tjetër me njëherë vjen përgjigja nga Taj Green. Kemi një seri të tresheve, tani 47 me 56, 9 pike përsi. Depërton Azemi në brendi, mbyllët atje mbrojtja nga Berisha dhe Dardani dhe Greeni. Me hap prapa, tenton, nuk realizon. Bailey, Johnson, pick and roll me Edwardsin, thjesht, bukur, shpejt, nuk realizon. Dioni e pengoj me gjithate, kundër sulmi shpejt Otri, për mrekulli atje, ish mangët, asistimi Burnsit për Bailey, i cili realizon për 49 me 56, përsëri ishte përsia maksimale prej 9 pikëve. Dardani pick and roll atje, deporton deri në fund, nuk realizon, ishte i ndalur me kontakt atje, pretendon Dardani. Tentimi Arjanit në brendi për mrekulli, asiston Azemi, realizon Dioni, pika 7 e Dionit në asistimin e Arjan Azemit. Asistimi i parit i sonte, 51 me 56. Blok pick and roll, Edwards nuk e pranon topin në post të ult atje mbi Dionin, tenton, nuk realizon. Më i larti në kërcim Otri. Kërkon më shpejt blokun nga Bailey. Mirë po Bailey vetëm e tregoj vetën dhe u fut në brendi. Kemi faul të Johnsonit. Është kjo personalja e dytë e Jordan Johnsonit.
Kakruki është rikthyer në parket. Burns kërkojnë gabim në hapa, atje protestojnë dhe kësaj radhe ishte Audrey. Kyusis shmendet me këto vendime, thot vetëm fake ishte dhe hapi për para, nuk ka lidhje kjo me hapa. Malja, gabon atje gjatë kësaj lëvizjes. Dardani, sa bukur atje, 3 veta i mbledhi dhe asistoj në fund. Dardan Berisha, asistimi ti i tret, fantastik për 51 me 58. Otri atje me pasim, një huqje madhe atje nga Bailey. Malja, bukur atje Malja, pick and rolli Edwardsit i cili futet në brendi, edhe njëherë kësaj radhe është Malja i cili realizon një seri e 2 asistimeve, Dardani dhe Malja për Edwardsin. Kakruki lufton. Polli Edwardsit, 51 me 60. Do të jetë rivënje e topit. Kakruki për Otrin. Mbrojtje e mire Dardanit. Bashkëpunon me Musabin në mbrojtje. Topi humbur. Udhëheqje e dyfisht e Gibsonit. E pranon Malja, është ky topi, vetëm topi i pari humbur i Musabit, i cili ka 7 pikë, 3 kërcime, 3 asistime, me vërtet lojë mire Musabit. Këto 2 asistimet e funit të cilat i bën Musabi dhe Dardani për ngulitjen e Edwardsit dhe më pas edhe deportimin e tij. 4 pikë ekspese të Edwardsit për të rikthyer përsinë maksimale prej +9. Burns thot unë nuk e preka, i ngrit krahët atje. Greg Gibson kërkon që të hapet loja, të qarkulloj topi më shpejt edhe të luajnë me pick and roll. Herndon atje deporton. E bëri për mrekullim, me të vërtet ka zgjidhje shumë më shumë, po luan me rotacion më të madh të lojtarëve Greg Gibson. Sonte me 9 lojtar, vazhdimisht, pra i ndryshon lojtarët. E ka kursyer pak sa Alan Herdonin, i cili po ekzekuton gjuajtjet e lira dhe i huqi të dyjat, duke mos arritur të krijon epërsi 2 shifrore. Asnjë skuadër s'ka qenë sonte në epërsi 2 shifrore, mbetet +9. Herndon pati një lëndim, një shqetësim të vogël, andaj edhe ka minutazh të kufizuar. Ashtu edhe Armsteadin po e kursen trajneri Gibson. Sa bukur në thellësi. Lembotri për Kakrukin, i cili nuk ja çon huq, realizon për 53 me 60. 10 pikë të Valmirit. Dardani përballë ka Otrin, Herndon dhe Kakruki. Gabon atje, vendosje mire Kakrukit. Unë gatrua atje, gaboj Herndon. 2 pikë, 2 kërcime, një asistim, një blokad dhe tani një topi humbur nga Herndon. Flayton, shumë pak minuta për Skyler Flaytonin, vetëm 8 minuta deri tash. Atje shumë agresiv në kosh. Deporton dhe koshin e çmonton Adrio Bailey për të afruar rezultatin në 55 me 60. Po shkojnë të 2 skuadrat me nga një mini seri prej 4 pikëve. Arresht.
Për mrekulli atje, tenton, nuk realizon Burns, i kroj vetës hapësirin, ishte i lirë, mirë po, në fund e lloj pasakt, Johnson nuk e shfrytëzon atje, faul është kë, apo jo, vetëm shënimi pikëve, 55-62, mu duk se ishte faul, për mrekulli atje shfrytëzoi blokun e vendosur nga Herndon, depërtoi në brendi, mes të lojtarëve dhe realizoi derën në fund. Pick and roll ka Kruki me Otrin, ka Kruki depërton, e ndalet në mënyrë të paluar nga Jordan Johnson, do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Valmiri ishte pjesë e 4 djelmoshave, 4 shqiptarëve shkupjan, të cilët para disa viteve erdhën në Prishtinë. Vllezrit Zeqiri, Lejsoni dhe Jetmiri, Valmir Kakruki dhe Rez Mehmeti, të cilët më pasu shpërndan, ndërsa Kakruki pas disa viteve përsëri kthehet në Prishtinë, si vjet po luan me një formë të mirë dhe konstante. Valmir Kakruki ka një mesatare prej 8 pikëve, 3 kërcimeve, një asistimi. Nuk e realizon asnjën nga dy gjuajtjet e lira Valmiri. Tani atë efikasitetin e 100% e zvoglon në 50, 4-2 nga gjuajtjet e lira. Mirë po mbrojtje e mirë e tij, e vjet këtë top 3-2, shkon derën në fund, depërton dhe nuk realizon. Adrio Bailey dalet në mënyrë të paluar nga veterani Malcolm Armstead. 37 vjeçari Malcolm Armstead. Dy veteranët e EPS, 38 Dardani, 37 Armsteadi. Isak nga tentimi i parë Bailey. 56 me 62. Herën e dytë nuk realizon. Tre minuta deri në fund të çerekut të tretë të kësaj ndeshjet maratonike të stërgjatur, e cila u ndërprer gati 1 orë 5 minuta për shkak të mungesës së pjesëtarëve të Opala. Nuk i mungon efikasiteti këtu Armsteadit, e rikthen në plus 9, 56 me 65, është kjo treshja e dytë e Malcolmit. 6 pikë të tij, 4 asistime. Uso, bukur atje, mirë po e huq mbetet i shkurtër Bailey. Green me kërcim, Malcolm Armstead me treshën e tij të dytë rresht. Bombardon dum Armstead, 2 treshe të Armsteadit për e përsin e par, 2 shifrore sonte prej plus 12, nga 56 me 62, dhe plus 6 pike përsi, vin 2 treshe të Armsteadit. Shte kjo treshja e Dardanit në fillim, për 47 me 56, 4 treshe të realizuara të Go Plus PS në çerekun e tretë, 9 treshe në total, gjatë tërë pjesës së parë patëm 5, kurse tani 4 treshe të realizuara rresht, 9 me 19, në pjesën e parë ishin 14 me 5 për treshe, ndërsa në vazhdim një efikasitet të i lartë i lojtarëve mysafir Go Plus PS, nga 5 tentime i realizuan 4 trepiksha. Dardani e realizoi një prej tyre dhe tani në formë Malcolm Armstead bombardoi 2 herë arresht,
Përgjigjet në anën tjetër. Edhe Bailey për 59-68 në anën tjetër. Jordan Johnson e shfrytëzon korridorin për të depërtuar dhe rikthyer epërsinë dyshifrore. Otri. Bailey i bën blok atje. Mirë, po mbrojtja e mirë e Johnsonit dhe Greenit. Shkon në blok atje Otri, pick and roll, ka mundur të jetë kjo dhe foul. Tenton dhe realizon atje Otri për 61-70. Edhe një top i vjedhur. Tenton Burns për 3 pik, nuk realizon. Mirë, po lufton atje Adrio Bailey, kërcen në sulm, ndalet në mënyrë të paliuar nga Jordan Johnson, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Nuk ka pik të lehta dhe 1 minutë e 21 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Herën e parë është i saktë Bailey, isha duke shikuar këtu Musa Mala do të inkuadrohet në lojë nëse realizon edhe gjuajtjen e dytë të lirë Adrio Bailey. E bën këtë dhe e zbut disavantazhin në 63-70. Mala në lojë, Edwards largohet nga loja, po e shohim në ekranet e veja Don Poloshka, i cili nuk po luan me vërtet, nuk po e kuptoi trajnerin Kakiusis. Të gjitha ndeshjet të cilat i ka luajtur, sa bukur foul në sulm, megjithatë Taj Green befasohet me këtë vendim të Shabanit, 63-70. Tash gjitha ndeshjet të cilat i ka luajtur rreth 20 minuta apo më tepër Don Poloshka, Sigal Prishtina i ka fituar. Javën e kaluar luajti 5-6 minuta kundër Bashkimit dhe Psoj, po ashtu edhe kundër Dinamos së Zagrebit në çastin në atëserin në finalet të Zagrebasve. Nuk ishte në parket, foul do të jetë ky i Flaytonit ndaj Burnsit. Me të vërtet nuk po e kuptoj nëse me një lojtar ty shkon dhe ta don, si nuk e shfrytëzon. Huq nga tentimi i parë atje DeAndre Burns. Ka një efikasitet prej 90% në këtë kampionat, mirë, po sonte 2 gjuajtje të lira, të huqura. DeAndre Burns nga 5 tenton 3 shënon. 64-70, afrohet rezultati në 6. Armstead përballë ka Bailey. Dyfishohet Green, mirë, po përbirohet atje topi disit e Art Hajdari, i cili e huq kundër sulmi shpejt atje Otri për Lek Andrejan, i cili tenton të përgjigjet, nuk arrin. Armstead, Flayton është në anën e djathtë dhe tërhiqet në pozitën qendrore, kësaj radhe e huq Armstead. Ishte pak vetjak, e pati Flaytonin dhe Musab Malen në kënd në anën e djathtë, të dy të vetmuar dhe pritnin topin të gatshëm për të lansuar. Edhe 4 sekonda deri në fund të sulmit, tenton atje Burns dhe Çereku i tretë përmbyllet me rezultat 64-70 në një çast pas atyre 2 tresheve rresht të Malcolm Armsteadit. Go plus P pati 12 pike përsi, që ishte e përsia më e lartë në këtë duel. 56-68, 4 treshe nga 6 tentime tani në këtë qerek. 29 sa i përket tresheve është skuadra e Go plus P-ës.
Edhe njëherë, Malcolm Armstead ishte fenomenal në këtë qerek. E po pas ati rezultati prej plus 12 2-3 rësht të Armsteadit, ishte Lambotri ai cili realizoi treshën, pastaj 1-2 pikësh, kurse Bailey me 2 pikë nga vija gjuajtjeve të lira, dhe Burns e afruan rezultatin në serie prej 8-2 në 6 ky qerek u përmbyll me 22-20 në favor të Go Plus Pejës. Qerekun e parë dhe të tretë Go Plus Peja e mbyllën në favor të vetin. 24 pikë në qerekun e parë Go Plus Peja dhe të dytin, 48 në total, në këtë qerek 22, 70 pikë të realizuara, në anën tjetër, Sigar Prishtina në qerekun e parë dhe të tretë nga 20 pikë të realizuara, në të dytin, po aq sa dhe Go Plus Peja 24. Po e shohim Tash Green, 16 pikë, 6 kërcime, 2 asistime, fantastik me të vërtet Tash Greeni. Përveç Tash Greenit me pikë 2 shifrore të skuadra e Go Plus Pejës është edhe Caesar Edwards, ja po e shihni, DeAndre Burns ka një lëndim, një shqetësim, 18 pikë, 5 asistime, 2 kërcime. Tash Edwards me 13 pikë, 9 kërcime, i duhet edhe një kërcim për double-double, i ka edhe 3 asistime, me një top të vjedhur, 11 pikë i ka edhe Jordan Johnson. Armstead 9 pikë, 3 treshet të tij dhe ato 4 asistimet, mbetet me ato 4 asistimet e qerekut të dytë. Dhe po futemi në qerekun vendimtar me 6 pikë plus për Go Plus Pejën, 64 me 70, kërkon angazhim maksimal tani Kakiusis nga lojtarët e tij Musab Mala. Dalet në mënyrë të paliuar nga Bailey. Është kjo personalja e tretë e Bailey, 3 personali i ka dhe Kakruki. Armstead për mrekullinë thellësi, Edwards, Don Poloshka e ka hundën, timingun fantastik dhe kap këtë top kërcim në mbrojtje, shpejt topi për Lekëndreja në anën tjetër dhe faulli Arti Hajdarit ndaj Baileyt. Topi do të rivëhet nga anash. Burns atje është duke i bërë nxemjet dhe po e kontrollon nëse lëndimi i tij është, e pati një intervenim të vogël, por shë nëse lëndimi i tij do të ndikojë në paraqitjen e tij më pas. Tentim për 3 pikë nga Otri, i pa suksesshëm. 5-4, ishte fantastik për treshe, nga 4 tentime 3 treshe. Bukur tani Bailey dominon në kërcim atje. Azemi është kthyer në parket depërton, deri në fund dhe realizon, kërkon faul atje nga Armsteadi. 66 me 70, afrohet rezultati në 4. Do ta kthen Greenin trajneri Gibson. Armstead, bukur atje depërton, bën slalom dhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Danieli. Lekëndrej mashtrohet atje nga veterani Armstead, 37 vjeçari, largohet Arti Hajdari. Edwards për Greenin, i cili bukur atje dhe faul i Don Poloshkës ndaj Musab Malës.
kërkojnë nga Musabi që të depërton deri në fund. Mbrojtje e mirë tani e Don Poloshkës. Shkon të ky pick and roll atje Adrio Belli për të ndihmuar mirë, po mbeti atje në blok e pat. Kjo është e mbrojtja njeri në njeri me ndim ansore mirë, po duhet të tërhiqet. Mos të lejoj pra të shmangët e ky mismatch pas pick and rollit, të cilin sonte në mënyrë perfekte po e bëjnë Edwards dhe Green me Marlon Johnsonin dhe Armsteadin. Po e dënojnë skuadrën e Sigal Prishtinës, 6-6 me 71. Edwards realizon. Është kjo pika e 14 e ti, pika e 15 për 66 me 72. 15 pikë dhe 10 kërcime tashmë, double-double i Edwardsit. Vërtet një prej fuqive të skuadrës. Adrio Belli shkon për pick and roll, e bën blokun, Lek Andreja i vendos të depërton. Shënimi. Nuk pranohet, të shohim. Është nisur në aksion, ka të drejt Kakiusis këtu. Por nuk e sfidon. Fauli Musab Malës. Prishtina e ka plotësuar bonusin. Musab Mala shkakton faulin e tij të parë sonte. Është ky i treti për Pejen. Apo jo, nuk është Musab Mala. Pra Edwards i ka 3 personale në mënyrë të gabueshme i është shënuar personalja e 4 Caesar Edwardsit. 3 personale i ka Edwards, ndërsa Green tani duhet të ketë 3 personale. Azemi, dueli i dy nisheve, Azemi me Flaytonin. Mbrojtje e mirë atje, edhe 1 sekond. Mbetet me top në dorë atje. Shmendet atje trajneri Mihailis Kakiusis, nuk ka faj, lojtarët e tij po mbeten me top në dorë. Mbrojtje e mirë e pejanëve në këto qaste. 66 me 72 dhe 7 minuta e gjysmë deri në fund deporton Musabi, nuk realizon. Don Poloshka kundër sulmi shpejt. Doni tenton shpejt lëviz topi. Arjan Azemi deri në fund deporton, përbirohet dhe rezultatin afron në 68 me 72. Edhe 7 minuta 10 sekonda deri në fund të këtij dueli maratonik. Dardan Berisha do të rikthehet në lojë, ka nevojë trajneri Gibson për përvojën e Dardanit të Armstead. Foul i Otrit. Largohet Musab Mala, në lojë kthehet Dardan Berisha. Të shohim nëse thot trajneri Gibson ka vendosur që përmes treshëve eventualisht Dardanit e ka aty dhe Armsteadin dhe Flaytonin. Realizon Edwards. E huq të parën. Të dytën e realizon, 16 pikë
të ti i ka dhe 10 kërcime për 68 me 73. Tash e përsia maksimale e Pejës ishte plus 12, mirë po. Pas aty në 2 tresheve. Për mrekullia atje Don Polloshka edhe njëherë lufton dhe në fund realizon rezultatin në 70 me 73 afron për herë të parë pas një kohë të gjatë e përsia vetëm në 3. Kjo është ajo për çka ju fola. Edhe pse gaboj ishte i pasakt në kërcim, në sulm, e kapi topin, luftoj për atë top, edhe realizoj. Në tjetër Bailey shkaktoi foul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dardanin, i cili në këtë edicion ka një efikasitet prej 75%, sonte herën e parë huq. Mbetët 73 me 70. Herën e dytë realizon për të rikthyer 4 pike përsi. Polloshka organizon sulmin e Sigal Prishtinës. Kërkon pick and rollin. Bailey bukur atje, por Bailey e ul topin poshtë dhe e humb këtë top. Është topi i dytë i humbur i Baileyt, Burnsi ka 3, Otri 3. Flayton te Azemi, pick and roll i mirë me Edwardsin. Dhe vendo proteston këtu Don Polloshka dhe teknike për trenerin, për bankën. Treneri teknike, ndërsa Edwards do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 70 me 75. Protesta e Kakiusisit. Ajten kërkoj edhe rishikimin e situatës, mirë po me këtë rast nuk ishte të drejtë të rishikimi, ja shpjegoi referi Shabani, ndërsa Edwards realizon 2 gjuajtje të lira me këto 3. Peja përsëri shkon në 7 pike përsi, kanë mbetur më pak se 6 minuta lojë. Burns, i cili pati parës një shqetësim, do të kthehet në lojë, tenton atje për 3 pik nuk arrin. Pase 40 deri në fund. Polloshka afër Dardan Berishës dhe Edwards është kjo personalja e 4 të Caesar Edwards, më falni, është Taj Green. Pra, është Edwards i cili shkaktoi personale, e 4-ta e Caesar Edwardsit, lojtarit kryesor të Pejës. Polloshka për Otrin, pick and roll atje, Otri dhe Bailey, shpejt shkon te Burns, në qintat e fundit tenton, nuk realizon. Edhe 5 minuta loj në Prishtinë, 7 plus për Go Plus Pejën. Armstead, Green shkon atje për t'i bërë blok, mirë po. Mbrojtje fantastike, nuk lejon atje Dardanin që të pranon top Polloshka, por nën kosh mbrojtje dopte Baileyt. Edwards po dominon absolutisht 70 me 79. Këto 5 gjuajtje të lira, rresht.
E ngritën, opa, Daniel Lekëndreaj, luftëtari Shkodron përgjigjet me treshe për të kthyer Prishtinasit përsëri në lojë në minut 6. Armstead. Dhe Poloshka i cili luan mbrojtje të mirë. Lekëndreaj e blokon atje Dardani Danielin, por e përmirëson dhe realizon. me 79. Timeout ka kërkuar trajneri Gibson. Edwards fantastik i pati ato 2 gjuhetje të lira dhe deportoi në asistimin e Malcolm Armsteadit. E më pas Daniel Lekëndreaj me treshën e tij huqi atë 2 pikshin pasi u blokua nga Dardani, por Otri e përmirësoi dhe e afroi rezultatin në 75 me 79, kur ka mbetur edhe 4 minuta 10 sekonda lojë deri në fund të kryendeshjes mes të skuadrës së tretë në tabelë Sigal Prishtinës dhe Goplus Pejës, e cila aktualisht gjendet në pozitën e dytë me 4 fitore pa humbje. Atësaj ka dhe Bashkimi, i cili aktualisht po e zhvillon ndeshjen e vet kundër Golden Eagle Yllit në 13 qershori. Dhe rezultati aktual është 27 me 21 për Bashkimin, i cili mbylli çerekun e parë me 16 me 12. Edhe Goplus Pejë dhe Bashkimi sonte si mysafir po synojnë që të mbeten të pamposhtëra dhe në kryendeshjen që do të jetë super derbi javën e ardhshme nëse Zai suroi të ndeshën si të pamposhtër. Çfarë mbrojtje e mirë atje. Otri mirë, po shkaktoi foul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Personalja e dytë e Danielit. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë Taj Greeni, i cili sonte nga vija gjuajtjeve të lira ishte 6-4, realizoi 4 nga 6 tentimet. Kësaj radhe është i sakt po të rikthyer përsi në +5, 80 me 75. Realizon 81 me 75. Edhe 3 minuta e 45 sekonda loj. Sa bukur në thellësi. Lambotri asiston. Bailey realizon dhe ndalet në mënyrë të paluar nga kapiteni edhe një herë. Fantastik. Ishte ky asistim në thellësi të gjithë fjetën. Dardani e pa por vonë, e ndali në mënyrë të palejuar. Megjithatë Bailey realizoi. Është kjo pika e 11 e Baileyt. Fani e 13-a. Dhe kjo është pika e 14 e tij, 78 me 81 afrohet përsëri rezultati në vetëm 3. Ngadalë po hym në 3 minutat e fundit. Dardani për Johnsonin. Green shpejt lëviz topi, e këtu janë të rrezikshëm pejanët. Kjo lëvizje, ky qarkullimi topit me topin i cili shkon te snajperisat në kënd është vdekje prurës për kundërshtarët. 78 me 84. Edhe njerë fauli
Daniel Lekëndrejt në sulm gjatë vendosjes së bllokut. Është personalja e tretë e Danielit në çaste kritike. Një fol në sulmi pa nevojshëm i luftëtarit Shkodran. Burns atje për mrekulli e bën Green bllokun. Shënimi pranohet. Shënimi pranohet sepse është prekur tabela. Lus Regjin që të rishikoj, ja të shohim. Topi ishte në ngritje e sipër, do të rishikon, ka të drejtë të rishikoj, edhe kërkon rishikimin trajneri Kakiusis, por po më duket që topi ishte në ngritje, ja të shohim çka po thonë referët. Ka prek topi mas nej, ka prek topi mas nej. Oj, që ka prek topi mas fare. Shënimi pranohet për shkak të prekjes tabelës 78 me 86. Pas treshës realizuar nga Skylar Flayton, asistim të Armsteadit, dhe ky deportimi Johnsonit. Merret si shënimi pikëve. Lojtari me numër 13 Malcolm Armstead i PS shkakton personale. Tani të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin, do të kemi ekzekutim të gjuajtjeve të lira, 8 pike përsi. Pas një mini serie, saj treshet Flaytonit dhe aty me 2 pikëve të pranuar Johnsonin. Bailey. Pika e 15 e Bailit, 18 i ka Burns, 16 otri 10 ka Kruki. Nuk realizon, lufton atje Lekëndrej me Greenin, Greeni e mbyll mirë dhe e fiton këtë top 79 me 86. Edhe 2 minuta e 30 sekonda deri në fund të duelit. Burns është pranë Johnsonit. $79 me 87. Ekzekuton herën e parë saktë, isha duke shikuar atje edhe debatin i cili po vazhdonte mes të Lekëndrejit dhe referit Shabani. 79 me 88, kthehet e përsia në +9, 2 minutat e fundit, bukur atje deporton, nuk realizon mbrojtje e mire Flaytonit. Luft
Green. Shkakton personale. Është kjo personalja e tretë e Tash Greenit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira tani edhe për Bailin. Realizon 80% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira sot ka Baili. Nga 8 gjuajtje të lira, 16 pikë të ti mirë, po për treshe sonte ka dështuar nga 5 tentime, asnjë treshe realizuar. Or, po e kompenzon me realizimin e penaleve. 2 minutat e fundit plus 7 për mysafirët të cilët kërkojnë të mbetën të pamposhtur Johnson. Lekëndrej është ky fauli i pesti Danielit, i cili duhet të largohet. Arjan Azemi inkuadrohet me të Danielit. Pikë të Jordan Johnsonit, i cili është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira me 90% të efikasitetit. Kjo është gjuajtja e 20 e lirë e tij në këtë kampionat. 18 i ka realizuar, 21 me 19. Jordan Johnson sonte hera pa në vijën e gjuajtjeve të lira, i çloi të dyat, 15 pikë të tij, 3 kërcime, 3 asistime, fenomenal sonte dhe Jordan Johnson nuk po vret, por po e kryen detyrën e tij. Gabim në hapa nga DeAndre Burns. Topi 13 i humbur i Prishtinës, sa ka dhe Peja. Definitivisht sonte rezervistët kanë qenë diferenca dhe dallimi që e kanë bërë pen më të mirë. 37 pikë deri tash të realizuara nga rezervistët e Pejas, vetëm 13. Aty me të Sigal Prishtinës tenton Johnson, i cili shkakton edhe foul në sulm. Edhe Jordan Johnson largohet për shkak të 5 personaleve. 81 me 90. Rezultati 1 minutë e 24 deri në fund. Në vijën e gjuajtjeve të lira përsëri është Adrio Bailey. Dëgjova parës trajnerin Kakiusis duke ankuar se sa gjuajtje të lira i pati në total Go plus Peja, duke ankuar se ka shumë gjuajtje të lira. 29 me 20 është Go plus Peja nga vija gjuajtjeve të lira, dërsa kjo ishte gjuajtja e 24 e lirë e Sigal Prishtinës, pra aty janë. Kjo është gjuajtja e 25. Realizon Bailey, pika e tij e 18, 83 me 90. Edhe 1 minutë e 13 sekonda deri në fund. Dardani depërton për mrekulli, atje pason te Edwards. Nëse realizon gjuajtjen e lirë, atëherë do të jetë edhe asistimi Dardanit. Deri tash 9 pikë, 3 asistime nga kapiteni. E huq tentimin e tij të parë. Nga 20 pikë kanë Edwards dhe Green, dy armët kryesore. Edwardsi tashmë ka double-double, 20 pikë, 10 kërcime, i ka dhe 3 asistime. Nëse realizon këtë gjuajtje të lirë, do të kemi time-out nga Kakiusi, si për ndryshe, po e realizon
Për 83-91 kthehet 8 pikë e përsi. Dhe Caesar Edwards bëhet koshashënuesi më i mirë tek Go Plus Peja, lider i skuadrës sonte, u ngrit nga banka rezervë. Është 38 pikë të realizuara nga rezervistët e Go Plus Pejas. Prej këtyre 38 pikëve të realizuara, 21 i ka realizuar Caesar Edwards, 22 vjeçari. Aloja i gjatë 208 cm mund të luajë në pozitat alo qendër, por është tepër i lëvizshëm. Përndryshe vjen nga Georgia State Universiteti dhe për më tepër gjatë kësaj vere ishte në kampin veror të Oklahoma City Thunder. E vërtet e ka kualitetin Caesar Edwards, këtë e dëshmoi edhe sonte me një double-double fenomenal, 21 pikë, 10 kërcime, 3 asistime të tij. 20 pikë i ka edhe Touch Green, është afër double-double-it edhe ai, i mungojnë 2 kërcime, 20 pikë, 8 kërcime dhe 2 asistime nga Green, 15 pikë i ka Johnson. Nërsa nga 9 pikë kanë veteranët 37 dhe 38 vjeçarët përkatësisht. Armsteadi dhe Berisha, dy të reprezentues të sa bukur e vjedh këtë top Malcolm Armstead, ndalet atje dhe tani së bashku Armsteadi edhe Dardani kanë 75 vjet në parket. 38 Dardani, 37 Armsteadi, përvoja e bën të vetën, e vjedh topin Armsteadi, qarkullon sulmin, Flayton tenton, nuk realizon, Azemi e kap këtë top, ik në kundër sulm, deri në fund, realizon për 85-91, kërkon pressing atje. Do të rishikojnë kohën sepse është në pyetje koha pas koshit, e lutëm që ta kthejmë prapa. E rishikuan pra situatën, referët, se pasi ishte lëshuar koha të rjedh, 40.2, 24 sekond që ka mbetur duke mos lëvizur, 40.2 do me thonë duhet të jetë në semafor dhe 24 sekonda për sulmin e Go Plus Pejas. Aha, okej, 3 sekondat të cilat kanë shkuar, pra pasi topi është, prandaj kemi 37.2 dhe 21 sekonda për sulm, i mungojnë ato, do me thonë i heshin ato 3 sekonda. Foul nga Malcolm Armstead në sulm, e përdor krahun. Time out kërkon Kakiusis, me të vërtet. Tashmë ora 8 kemi hy, dal nga dal po hym në orën e 3 të këtij transmetimi super maratonik. Edhe 31 presje 3 sekonda, Malcolm Armstead shkakton personale. Shtek shënimi i Arjan Azemit.
statistika e tij e 9, pak më herët, ka dhe 2 asistime. Nën mesataren e tij të zakonshme Arjani prej 15 presje 3 pikëve, 5 presje 5 asistimeve dhe 4 presje 3 kërcimeve. Sonte asnjë kërcim i vetëm, 30 minuta lojë ka bërë sonte Arjani. Mirë po, kontributin nuk e ka të zakonshmin, vetëm 9 pikë 2 asistime. Anën tjetër nuk ka humbur asnjë top. Dhe në këto 9 pikë ka pasur efikasitet të lartë, 3-3 për 2 pikë dhe nga 2 tentime 1 treshe. Nuk ka qarkulluar topi për Arjanin si zakonisht. Burns. Trote 6 minuta Bale, 33 minuta Burns. Në parket 34 Odri, tentim për 3 pikë, tenton nuk realizon. Topin e merr Dardan Berisha. Dhe asiston për Flaytonin. Tenton për 3 pikë Azemi, i cili realizon treshën për 88-93, por shumë vonë. Personale, në presje 4 sekonda deri në fund. 24-shi. Lambotri, gabimi 5 personal, ka Kruki do të inkuadrohet në lojë. Otri largohet nga loja me 16 pikë dhe 7 asistime, 5 kërcime dhe 2 topa të vjedhur. Lojtari më i dobishëm të Prishtina sonte Otri. Pati edhe 3 treshe të realizuara nga 7 tentime. Flayton për 88 me 94, 88 me 95. Arjan Azemi depërton deri në fund, 90 me 95, edhe dueli Musab Mala përmbyllet me fitoren e Go+5, 95 me 90, adhurues të basketbollit. Shumë shpejt do të jemi edhe me intervistat e 2 trajnerëve. Coach Greg, Maratoni game. Yeah, it lasted for 3 hours. You waited in the locker room. Anyways, you managed to get the win. Pristina was had a 6 points lead only in the first quarter. Then you managed. They came back to 3 points. What happened in the last quarter? Well, I thought we made plays. You know, they definitely came back. Good teams do. Pristina is a very good basketball team. We knew that. You mentioned the marathon. I was very concerned at halftime
how especially our older guys would come out after sitting in the locker room for a long time. But to their guys' credit, we just persevered. It wasn't always perfect, but we seemed to make the right decisions, kept our turnovers to a minimal, and which you have to do against a good team. And like I said, just in the end, just made the right decisions, made the right plays, made the right shots, got the stops when we needed. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Pra, po e përmbledhi shumë shpejt ato që tha trajneri Greg Gibson. Prishtina është një skuadër e mirë, skuadër e fortë. Në pyetjen time se ishte kjo një ndeshje maratonike, po tha më ka brengosur shumë kjo pauza pushimit të cilën e pati Prishtina, për shkak se në zhveshtore unë kam pasur lojtar pak më të moshuar të cilët kanë mundur të ftohen, pra ishte i brengosur për shkak të asaj. Megjithatë ne kemi bërë vendime të mira në çastet e mira. E kemi ditë që Prishtina do të kthehet, ajo u kthye. Dhe në fund, pra, kemi arritur që me shënime të mbajmë tempin, të mbajmë lojën dhe ta fitojmë këte duel. Ishim fjalët e trajnerit Greg Gibson, tani do ta kemi edhe trajnerin Kakiusis pranë me. Coach, Maratoni game, 3 hours. It's a joke. What happened today here is a joke. And because, first of all, don't play the game in the election days. Very simple. I don't know what clever mind think this. To play a game in the election days. And 5 o'clock. First of all, this is stupid for everybody, for the other team, for us, for the fans. No police here it's like this. So I don't know who decided about this. Second, about the game, if you stay out for 1 hour and a half without playing the game, the game is always you're gambling the game. And we know how to play against a very good team. We play -2 players, always. Muya out, without one American, and they have 7 players, and they choose every time who's going to play. No complaint about them. This is their job. Congratulations for them and everything. Congratulations to my players too, because they give everything. A lot of problems in the team, but we need to be focused and try to play basketball also when the situations are bad. Out of the court, into the court. Referees, bad calls, 33 free throws. We don't play basketball, it's like this. I don't say that they try to help the other team or try to be against us, but this is the way. They are bad or not, we'll see, but this is the way. Anyway, we have a lot of road to go. I know we know that it's going to be tough, it's not easy. But we need to fix, our problems in the team. And after try to be, more effective in the floor. We are okay for 2 months. We play okay, everything is okay, and without problem, without any reason, we create some problems. But I think now we're gonna try to fix everything and help the team be better and better, help Pristina be better and better. The fans, the people, because the city deserves all these kind of things, and we work very hard for this. And I believe in my team. I believe in myself, of course, for my work. And I am sure that, we're going to be better and better, and we'll have winnings, we're going to lose the games, but as a team, we're going to be better, and we're going to fight till the end. Thank you very much. You're welcome. Po e përmbledhi ato që tha trajneri Mihajlis Kakiusis, pra fillimisht sa I përket ndeshjes maratonike, ama së pari nuk është në rregull që ndeshja është caktuar në ditën e zgjedhjeve, në ora 5, edhe pa prezencën e policisë, nuk e di se cila mendje edhe me çfarë mendje është vendosur kjo ndeshje të zhvillohet në këto kushte, në këtë termin, marrë parasysh se kjo nuk është korekte as ndaj publikut, po as ndaj skuadrave në ora 5 një ndeshje tillë derbi. Pastaj sa I përket vetë ndeshjes, tha kemi pasur telashe si skuadër, kemi pas probleme të mbrendshme, mungesa një Amerikani, mungesa edhe e Mujës, duke pas fjalën për Mohamed Ali Janjevën, disa probleme të krijuara kohëve të fundit për brenda ekipit. Po tha ato duhet ti menaxhojmë dhe ti rregullojmë. Pati vrejtje edhe në mënyrën e referimit, jo se referët I kanë ndihmuar skuadrës së PES, ato e mohojnë mirë, po 33 gjuajtje të lira për skuadrën e PES ta janë shumë. Referët duhet të shikojnë mënyrën dhe kriterin e referimit, të na lejojnë të luajmë basketbol, nëse ata referojnë mirë apo jo, do të shihet. Po në një mënyrë dha kritika edhe për mënyrën e referimit.
duke ju kthyer po ashtu se skuadra, pra tani do të ketë udhëtime. Ka të lashe, disa të lashe të mbrëmshme, tha për 2 muaj, skuadra jon ka punuar shumë mirë, ka qenë në rregull, çdo gjë ka shku si duhet dhe për një herë janë krijuar disa të lashe, disa probleme të panevojshme prej askund, të cilat na futën në të lashe. Megjithatë tha ne besojmë në vete, unë besoj në lojtarët e mi, i uroj lojtarët e tij për luftën e bërë dhe për pjekjen të cilën e kanë bërë sot. Dhe tha gjithsesi se besoj në punën time si trajner dhe gjithsesi se do të mundohemi të përmirësohemi, do të luftojmë sepse ky qytet, pra tifozët dhe ky qytet e meriton që ne të bëjmë më shumë dhe tha do të bëjmë më shumë, ishin fjalët e trajnerit Kakiuzis. Adhurues të basketbollit, pra Go plus Peja 95, Prishtina, Sigal Prishtina 90 rezultati final. Go plus Peja mbetet e pamposhtur, 5 fitore, lidere, 5 fitore pa humbje. Do të shohim se si do të arrijë ndeshja Golden Eagle Ylli Bashkimi dhe nëse këto 2 skuadra do të mbeten të pamposhtura si kolidere, të takohen javën e ardhshme në Sezai Suroi në Super Derby mes të Bashkimit dhe Go plus Pejës. Për Sigal Prishtinën është kjo humbja e dytë pra sasaj nga Bashkimi sonte edhe nga Pejanët. Nga Unagon Femeo dhe ekipi realizuesi Effect Media dhe Art Motion, kaq për sonte, shihemi në transmetonet tona të radhës.